Tashi ato që ka një shprehje popullore e thëna me të bërën janë qik ka distancat mëdhaja nga herë, edhe nga herë janë pak krahasueshme. Që është vërteta, veçanërisht nuk them në fillimet e saj të partisë se partia duhet të reformohet, duhet të organizohet me tjetër mentalitet, me tjetër statut, me tjetër program, por pritshmëria e gjithë shqiptarëve, sidomos në 97-ën e mbrapa ka qenë jashtëzakonisht e madhe për Partinë Socialiste. Dhe në këtë pikpamje, duhet pranojmë të gjithë ne, edhe unë që jam sot përballë jush, që ne duhet të kërkojmë, kemi shumë aspekte të kërkojmë ndjesë të popullit, që pse nuk i përmushëm si që duhet, qoftë ato, absolutisht po. Edhe gjithë bashkëpunëtorët e mi që kanë qenë në nivele drejtuese, duhet të kërkojnë ndjesë gjithë shqiptarëve, sepse nuk i përmushëm sa si duhet të gjitha pritshmëri dhe ato premtime që u dhanë në 97-ën. Pavarësisht nga shumë gjëra që ndodhen, një 98, ajo lufta e Kosovës, jo shumë gjëra të tjera, por kishte vend për të korrigjuar shumë gjëra. Okej, dakord, kjo është një deklaratë qytetarie shumë e rëndësishme që ju bëni, po përgjegjësia më e madhe e kujt ishte e kësaj që ju e thatë? Po përgjegjësia më e madhe kuptohet se ishte në radhë parë shtabit politik partisë, kryesisë partisë, komitetit drejtues të saj, pastaj edhe qeverisë, edhe grupit deputetëve. Do dhe në Fatostanës? Po me gjithë shumë të mira që kishte edhe sa përgjegjësi dhe Fatosi. Na thojt sa të mira dhe sa të këqija. Fatosi për mua s'pari herë ishte një pikpamje politike, Fatostana ishte një 20 vjet e ca para partisë. Para partisë? Bukur fare kjo. Do në Fatostanu ishte 20 vjet para partisë. Me mendimet e atij ai ishin arrifshin shumë larg. Fatosi kishte një uhatje jashtëzakonisht të thellë në çdo drejtim, mjafton të ngjonte fjalën e parë që thushe dhe ta lexonte gjithë mendimin, edhe ishte njëri që delegonte shumë pushtet, ishte njëri që i pranonte kritika dhe reagonte, ishte njëri që e pranonte dhe këshillën dhe përsëri reagonte. Kjo ishte pjesa e mirë. Tani na thoj çik këto pjesa tjetër. Ajo që ka një pjesë që unë ja kam thënë vetë, ai ishte momenti që nga një herë kur duhet të tregohej shumë i përgjegjshëm, tregohej shumë i papërgjegjshëm. Sa e bukur kjo. Domethënë kur duhet të tregohej shumë i përgjegjshëm, tregohej shumë i papërgjegjshëm. Për shembull, na tregoj një histori. Kishte raste sa dush, kishte raste që duhet bërë një vendim i rëndësishëm, duhet qoftë politik, qoftë. Jo, çfarë kujtoni ju në atë eksperiencën personale? Unë kuptoj rast me te. Në vitin 2003 kur pati përplasje në të famshën pastaj që nga KPD-ja. Po nga KPD-ja pastaj në rapa në qeveri me Metën, Fatosi tash ishte një dilemë, çfarë të bëjnë? Tash ata ta menjanoj apo të mundohen të bashkëpunoj. Që është vërteta në atë mbledhje që ai mori një Super Giro, i liri i Fatosis nuk kishte absolutisht as imkat, sepse të gjithë ne ministra na pyet, ai ishte ministri i jashtëm dhe kryeministër, nuk kishte imkat. Jo, okej, më fal që ndërpres. Okej, po ai tha, prapa më vjen historia, tani ky Fatosi ka 20 vjet para. Kjo ishte në komitet të përgjithshëm drejtues, po hain fjalë. Kjo ka qenë në kongres. Në kongres e partisë? Atë në kongres. Unë flas për drejtimin e qeverisë. Prapa më vjen historia, tha, dhe ju tha zvini të thëmbrat. Tani kjo nuk është 20 vjet para, themi realisht. Tash ka dhe lejthitje në ca raste që shpëtojnë llafet. Dhe në atë moment Fatosi për çudim kërkon mua, më thot, hajde çik të bisedojmë. Edhe më pyet, ora thot ç'a të bëjmë me këtë Ilir Metën, hala si kishte filluar mendimin. Kishte raste që ishin përplasje o rregullonin. Bini vetë i them, shoku Fatosi thash, ne nuk mund të durojmë përplasjet grindjet tuaja me Ilir Metën. Dhe unë thash jam i parimit më mirë një fund i të mërshëm si të merr pa fund. Ndaj e sapët. Kështu i ka thënë? Po. Por thash kam edhe gjë tjetër. Ne ishna në vitin bëhej fjalë ishte 2003-shi, zgjedhjet ishin 2005-ën, edhe i bëj i them edhe gjë tjetër. Në parlament, kur bojnë ndryshim qeveri, ne grupi Metës nuk na votonte. Pra në ra mazhorancë. S'kishte mazhorancë. Dy ministria atëherë ngelën me zëvendës ministër, kanë ngelën. Po, e maj po. Ministria e Brendshme, Igli Hasan, Ministria e Jashtme. Po, Ministria e Brendshme, Igli Glitoska. Po, Ministria e Brendshme edhe Ministria e Jashtme, se u propozoi me Luana Daraga. Edhe unë i vetëm zëri, them që është punë. Tash
ka mazhoranca. Bashkarisht do bëjmë një bisedë, unë të hera parë që e thëmë publik. Thotë, i them, do t'jep dorëheqjen edhe unë, nga ministër, ta që ti ngelesh me 3 ministër që nuk ke mundësi, që nuk ke mazhorancë ma, atëherë do të drejtohesh popullit. S'ka rrugë tjetër. 2003 ke thënë për zgjedhjet para kohës? Absolutisht, që të bëhen vitin 2004, një vit para kohët bëhen sepse ishte këtë punë ishin nga Korriku ose Korriku se shtatori, 2003. Po dojnë periudha. Nuk ishte kohë, dojnë periudha. Edhe i thashë do të kalojmë zgjedhjet para kohës. Një vit të bëjmë zgjedhjet para kohës. Çfarë tha? Kisha parasysh Simitisin në Greqi, që në mandatin e tretë ai pastaj bëni zgjedhjet para kohës. Edhe fitoi prapë, pastaj ja la Papandreou. Ide është shkëlqyer, tha. Edhe thirri Ylli Manjani, Ylli sekretari i përgjithshëm. Ylli Manjani? Po ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Po, ç'ai thënë? Po i thotë kështu thot Viktori. Ylli i thot ide geniale, bëjnë thotë. Kështu i thot Ylli Manjani. I madh Ylli Manjani. Kështu i tha. Bëj tha, sekretari i përgjithshëm. Ylli Manjani pas ka thënë. Edhe pastaj mos sa kohësh më thirr prapë mua. Më thot nuk do ta bëjmë thot atë që tham. Po pse kush do na marrin pushtetin ne këto të dos të s'kan forcë me marrën pushtetin. Ora i thaj do na marrin pushtetin, se është dhe Iliri kundër nesh. Dhe ne unë idenë kishe që të bënim zgjedhje para se Iliri të krijonte parti. Se po të krijonte partia nga ne do merrte, do merrte nga PD-ja nga vend tjetër. Shumë zgjuar. Edhe këtë nuk zgjuarësi mirëtitorit këtu. Këtë neglizhoi Fatosi, para kjo ishte papërgjithshmëria. Pse nuk do ta neglizhonte fare. Shumë e bukur. Tani zoti Dota i humbë zgjedhjet me sukses në 2005 dhe fitoi Partia Demokratike. Barazoj më dolëm, sa që humbë. Po pse e la pastaj? Po e la Fatosi, kishte dam me ne pozitiv. Po e kishte dam. Jo na shpjegoj këtë, se është bukur kjo. Ja po them un kam rast. Ç'a ndodhi? Un kam rast. Un isha kandidat për deputet në PUK. Kisha marrë mandatin e parë 2005, isha mandatin e dytë. Është e vërteta, i kam mirënjohje për gjithë elektoratin e PUK-s. Po pse në PUK ju në mirë? Po ashtu aty më dërgoj Fatosi, më dërgoj. Isha ministër transporti, më dërgoj atje. Edhe gjithë opozita mendonte që PUK-a e pa diskutueshme që do fitojmë, e fiton PS-ja. Sepse unë isha shumë i lidhur me elektoratin gjithë kohën, unë gjithë shumë në djelë të rinja në PUK, nuk rrindi. Po? Mirë po, edhe PD-ja vetë dinte këtë. Kandidat i kundra me ishte Regje Puka. I PD-s. Po. Tash u bën një skem jo mirë, sepse partitë e koalicionit ton nuk u bën një marrëveshje me partitë e koalicionit dhe gjithë kërkonin vota majoritare. Mirë, po kërkimi vota majoritare na dëmtonte ne. Ideja ishte që të merrim vota proporcionale, ne të merrim vota majoritare. Edhe unë ngel atje për 130 vota. 130 vota ka humbur? Po, kisha edhe ca njerëz atë si që janë këto qëndrimet me skinet veriut që edhe ja 2 bashki lutën kundra meje, pavarësisht ishin PS-s. Po? Dhe në Shkodër, në Malësit Madhe, kishte del balotazh. Dhe më qojnë vete në Amik Dokle, Pandili Majko, edhe unë në caktojnë që të shkojmë Malësit Madhe për të mbështet kandidatin që ishte në balotazh. Ai ishte zona Dugagjinit. E ç'a ndodhi? Ditën e fundit, para zgjedhjeve vjen Fatosi në një zonë aty, edhe për të bënë një takim për të mbështet kandidatin. Ishte gjithaj, kishte ardhur shumë njerëz, u futu mrena në një shkollë, kur shumica ishin jashtë, folin ja 5 llafe, doli jashtë, marroi takimin. Edhe unë i them, "Ore, ç'i bën?" Pse kaq pak? Pse kaq pak takim, ç'i bën me këtë punë? Dhe gjithë është puna, tha. Unë e kam vendosur që ne tashin të dalim në opozitë. Edhe ta provojnë vetëm tha këto shok tonë mirë, tha, se si është opozita, më sa duket ndjehej edhe pak i lodhur dhe pak nga ato cërcmërë